Të ftuar sot kam të gjithë kolegët e mi. Kemi patur rastin të punojmë me një. Edhe kur ti ndërsej këtë gjithë sa unë ty për shembull. Që energjia jote marsit në intervistë. Okej, mirë, si mi live. Eri nuk shkon kjo. Eri kishte një batut vetën. Hajde marrë marsilët, mos u mërzit. Isha ajo abjo që dridhej para pacientëve gjithmonë, vjen me frikë në punë. Femra na dominojnë, valla. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Valencia, po ty shtu desh u bëre farmaciste. E shaj se kështu ne nga feri bëjmë magji. Që i rrethuar nga magjia, gjithandaj nuk del dot. Faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim në sezonin e dytë. Health and Sport Partners prezanton podcastin pa recetë, i mundësuar nga Farmaci Sidi, Vichy, La Roche-Posay, Dr. Brown, Kerrywell dhe Vitanet. Episodi 12 është i fundit, por nga rëndësia është e jashtëzakonshme sepse të ftuar sot kam të gjithë kolegët e mi, me ata të cilët punojnë në përditshmëri. Historia e Farmacisë Sidit nisi me farmacinë e parë te komuna e Parisit, ku themelues pa diskutim ishte Paula, ku ndiqeshe nga Alda, nga mua dhe nga Krisa, ku me farmacinë e dytë më pas ku ishte Jona dhe Eri, ku ishin themelueset të saj dhe unë isha zëvendësuesi i turneve. Qendra ishte pa diskutim farmacia e tretë, e cila pati dhe një rëndësi për ne, sepse aty morën ndryshim edhe pesh shumë gjëra në historikun dhe vazhdimsinë e farmacive tona. Juri dhe Irisi ishin ata të cilët ishin themeluesit e saj. Unë prap isha zëvendësuesi. Dhe historia vazhdon me farmacinë e katërt, ku Paula dhe Paula tjetër ishin themeluesit e saj dhe unë isha zëvendësuesi. Dhe aty mora pa diskutim titullin zëvendësuesi grave ose ndryshe maku i grave. Dhe për mua ka qenë një historik i cili ka nisur 6 vite përpara, por dhe ka vazhduar sot e kësaj dite. Ndihem krenar që sot këtë episod po jap me kolegët e mi dhe me ata me të cilët ndaj më së shumti ditët. Mirë se erdhët gjithë. Paula, ja ku jemi sot. Në një rrugtim të nisur shumë vite më përpara. Po, 6 vite më parë. Sot numërojmë disa farmaci dhe jemi një grup shumë i mrekullueshëm me farmacistë. Si u kujton fillimin? Atëherë, Farmacisë Sidi, siç e the dhe ti, u themelua në janar të 2020-s. Ishte një periudhë plot me sfida, plot emocione, lodhje, po i bukur. I bukur sepse ne jemi çdo ditë përballë pacientit, jemi aty për t'i dhënë atij këshilla, jemi aty për ta ndihmuar në momentet e tija në nevojë, edhe për t'i shërbyer çdo ditë. Rrugtimi jonë nisi që në Covid. Në momentin që ne kemi hapur farmacinë e parë, kemi hapur kur sapo kishte nisur Covidi në ato momente. Dhe kujtoj që ka qenë vërtet një sfidë, sepse ne u përballëm direkt me një fluks me të cilin ti do t'i jepi drejtim çdo pacienti të mundshëm. Atë do thoja dhe unë, domethënë si periudhë më e vështirë do theksoja periudhën e Covidit, Covid-19, e cila ishte një sfidë për gjithë neve që ishim në vitin e parë aty, sepse ne do të ishim gjithmonë çdo ditë, kur gjitha shërbimet e tjera mbyllën, vetëm farmacia ishte hapur, edhe duhet të ishim të palodhur çdo ditë. Kemi punuar dhe me orë të vona, kemi punuar dhe gati 16 orë në ditë ose 20 orë, nëse të kujtoj. Farmacia hapej në orën 6 të mëngjesit, edhe kishte ditë mbyllim dhe në orën 3 të natës. Kjo periudhë ishte një sfidë sepse ne duhet të luftonim me një armik të padukshëm, i cili ishte Covidi. Ne nuk e dinim sa do zgjaste kjo periudhë, si do shkonte, por
Gjithsesi ne e përballuam këtë sfidë të gjithë së bashku dhe mund të themi që ishte një periudhë dhe ankthi dhe frike për neve. Sepse pavarësisht se neve jemi pjesë personeli shëndetësor, ashtu sikurse edhe mjekët, edhe infermierët, atëherë kjo tregoi që edhe neve ishim një hallkë e rëndësishme e këtij zinxhiri. Pas 6 vitesh, çfarë kujton dhe çfarë të bën krenare? Stafi im. Pa ju nuk do isha këtu ku jam. Pa të gjithë juve që jeni këtu, pa të gjithë ata që nuk janë pjesë e farmacisiti, po prapa ata kanë mbetur në memorien time. Do të përmend Krisën, që ishte pjesa, domethënë një ndër farmacistët e para tonat, ishte Jona, Irisi, siç i përmende, e gjitha me radhë, po që pa juve unë nuk do isha këtu ku jam, sepse juve jeni themeli i suksesit të farmacisidit, edhe jam shumë krenare për ju dhe për punën tuaj të palodhur çdo ditë, për bashkëpunimin që kemi, që funksionojmë si një i vetëm dhe si një familje. Më vjen mirë që vlerësimi gjithmonë kalon së pari nga stafi, sepse hapa sapi të gjithë pa përjashtim kanë bërë hapa të rëndësishëm dhe në përkujdesje të pacientit, që është më kryesore dhe çelësion themeli, por dhe vazhdimësia, por mbi të gjitha sfidat që kemi kaluar të një pasnjëshme. Kanë qenë gjitha aty me ne për të qenë pjesë e këtij suksesi. Po, këto sfida na kanë bërë që ne të kemi gjithmonë të rritemi profesionalisht çdo ditë, të kemi vetbesim dhe të vazhdojmë përpara. Tani unë nuk e di që nga do ta vazhdoj, sepse e kam shumë të vështirë të drejtohem pas Paulës, sepse normalisht të gjithë kanë peshën e tyre, por që ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, ka qenë Eri. Sa herë që unë nxehesha për ndonjë gjë, sa herë që unë shikoja që diçka nuk shkonte, vija te farmacia dhe thoja që Eri nuk shkon kjo. Pas pak, Eri kishte një batut vetën. Hajnë marrë marsil, mos u mërzit. Shko drame, ç'mund të thuash tjetër? Eri. Shiko, mendoj që çdo ekip duhet të ketë një person që të paktën të ruajë qetësinë. Sido që të jetë situata. Ne në këto 5 vite, pothuajse 6 bashk, kemi kaluar shumë situata të ndryshme, duke nisur nga ditë shumë të bukura në ditët shumë stresuese. Dhe ndonjëherë kjo shakaja ime ishte diçka për të ulë tensionin e momentit. Dhe mendoj që ka funksionuar. Ka funksionuar, patjetër, se pavarësisht se isha në një situatë kur ikja i zbutur. Ishe më i qetë. Eri, sot pas 5 vitesh, mendon që ne kemi bërë një rrugtim të duhur për farmacit edhe për atë çfarë i përcjellin pacientit? Patjetër, mendoj që secili nga ne këtu dhe ato që nuk janë sot prezent, kemi dhënë më të mirën tonë, sigurisht duke pas parsor pacientin, nevojat e tij dhe kemi gjetur gjithmonë mënyrën se si të shkojmë më drejt dhe më mirë tek ata. Normalisht që pacienti të ketë mirë kuptimin ton, të dalë i kënaqur, të kuptojë mbi të gjitha pse është në farmaci dhe si mund të dalim më i qetë nga ambientet tona. Normalisht çdo pacient që vjen aty, vjen i stresuar dhe ne mundohemi që përveç se të japim ndihmën tonë nga ana mjekësore, po të jemi aty dhe si njerëz për ata. Juri, një çun i cili parim ka korekcin dhe mbi të gjitha kur nuk kam bërë një fjalë me ty. Kush është suksesi jot vëlla që Faleminderit për vlerësimin. Po besoj se korrektësia është pjesë e karakterit, nuk është çështje rrethane. Mundohem që t'i rri korrekt parimeve të mia, të marr vendime me qetësi, me maturi, si dhe të jemi drejt në atë që bëj. Nëse mund të quhet ky çelësi i suksesit.
Shiko, ti je nga të paktit çuna të cilët janë pas banakut, sepse dihet tani edhe duket që femrat na dominojnë vëlla. Nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Është drejt. Sa e vështirë është për një djalë që të ri pas banakut dhe që të jetë në shërbim të pacientëve? Tani ç'është e vërteta, në fillimet e mia, para disa vitesh ka qenë goxha e vështirë. Raste konkrete, ka mbi 10 telefonata që të pranoheshe për një intervistë. Po fatmirësisht koha ka ndryshuar dhe tani besoj nuk ka më dallim nëse je vajzë apo djalë në banak, por e rëndësishme është informacioni që ti përcjell, dihet që duhet i transmetosh pacientit përveç shërbimit të medikamentit dhe se sa i gatshëm je që të informohesh me të rejat që janë më të fundit në mjekësinë farmaceutikë. Mendon se sot është më e rëndësishme dëshira për të pasur më tepër informacion apo marketingu është ai i cili ka zaptuar profesionin tonë? Marketingu e ka zaptuar profesionin, po kryesorja është marrja e informacionit dhe shërbimi sa më i mirë. Gjithmonë kjo do të jetë e para, sado marketing të mirë të bësh. Anisa, ti je prej disa muajsh pjesë e farmacisidit dhe ke krijuar një grup shumë të mirë të farmacia dhe Deliorgji. Ke arritur të mbash balancat dhe të çosh përpara projekte të cilat së bashku diskutojmë dhe mendojmë. Mendon se roli i farmacistit është i rëndësishëm jo vetëm në aspektin profesional, por dhe atë menaxherial? Mendoj që janë të rëndësishme të dyja, që puna të shkojë mirë në farmaci përveç anës profesionale, duhet të jesh edhe një menaxher i mirë dhe të krijosh një ambient të qetë në punë. Ne i dim shumë mirë problematikat që kemi çdo ditë, edhe sa e rëndësishme është të kemi një qetësi në punë dhe një ambient sa më të qetë me njëri tjetrin. Kështu që mendoj që duhet nga pak të dyja dhe të ruash balancat dhe të mundohesh të menaxhosh të gjitha punët farmacinë. Ti je një farmaciste e cila vjen me një eksperiencë disa vjeçare në tregun farmaceutik. Gjithashtu ke dy vajza të cilat janë relativisht në moshë të re, por dhe ato mjaftueshëm të formuara. Mendon se ne, si më të vjetër, duhet japim më shumë në aspektin profesional dhe menaxherial për të drejtuar, orientuar, por dhe për të bërë të ndjen më mirë të rinjt? Unë fakt jam me fat që gocat e reja janë vërtet shumë të përgatitura, sepse theksova dhe më parë që profesionalizmi është shumë i rëndësishëm. Dhe kjo ma bën dhe punën më të lehtë. Por padyshim që dhe më të vjetrit në punë duhet jenë orientues në punë për të menaxhuar sa më mirë situata të ndryshme. Por profesionalizmi i të rinjve ngelet shumë i rëndësishëm. Domethënë kjo ma bën më të lehtë punën. Në të kundërt nuk e di se si do e arrija ta bëja këtë gjë. Tani do pyes Engjin. Se Engji është si FBI-ja, gjen çdo gjë. Po mjafton ti thuash diçka dhe direkt është gati për të ta gjetur, për ta zbërthyer dhe për ta orientuar. Engji, sa sfiduese ka qenë për ty si vajzë e re e cila ke mbajtur një peshë goxha të madhe dhe tek një nga farmacit tona kryesore? Mendoj se fillimi është i vështirë për të gjithë dhe ka shumë rëndësi mënyra se si një i ri pritet në punë. Në farmacinë ku unë kam bërë praktikën është pikërisht farmacia ku tani punoj dhe jam mirëpritur shumë nga të dyja gocat e stafit. Më pas u përballa vetëm me banakun, edhe kolegja tjetër ishte gjithashtu e re, por mendoj se bashkëpunimi që kam pasur ishte shumë i mirë dhe na ka bërë që të plotësojmë njëra tjetrën edhe të vazhdojmë shumë mirë përpara. Ke një marrëdhënie të mirë dhe me kolegat aktualisht ku kam një marrëdhënie shumë të mirë. I keni rregulluar shumë mirë aleancën. Po, nuk i kemi nisur mirë, por i kemi shumë mirë. Abi, ti e ke nisur si praktikante tek ne. Nise me një dëshirë për të mësuar dhe më pas dhe të këty pash një
dëshirë për të bërë një farmaciste e mirë. Si ishte ky rrugtim për ty? Atëherë, mendoj se në fillim, si çdo fillim që është shumë i vështirë, edhe për mua ka qenë shumë e vështirë. Isha ajo abjo që dridhej para pacientëve gjithmonë, vjen me frikë në punë, por kur e shoh veten tani jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që ja kam arrit këtu ku jam. Edhe mendoj se ka një diferencë shumë të madhe nga atëherë dhe tani. Më parë shifja veten si një farmaciste që thjesht bënte banakun, do të thënë kur kam qenë në praktik, kurse tani mendoj se më shumë rëndësi ka ajo çfarë i jep pacientit, një buzëqeshje, një këshill që mund t'ia zbukuroj akoma dhe më shumë dite. Olesja, po ty shtu desh u bëre farmaciste? Në fakt, një nga shtysat e mia më të mëdha ka qenë familja ime. Më kam bërë të kuptoj që farmacia ka shumë përgjegjësi, po ashtu dhe vlera, dhe me kalimin e kohës arrita të kuptoj që përputhej shumë dhe me interesat e mia personale. Gjithashtu më ka pëlqyer shumë dhe shkenca dhe kam dashur që njohuritë e mia, pse jo mos t'i shfrytëzoj duke ndihmuar personat, pacientët për shëndetin e tyre. Gjithashtu një nga farmacistët e fundit që është bashkuar me farmacitët tonë është Enedra. Enedra, po ty shtë tha mendja të vishme ne? Që energjia jote Marsil në intervistë. Se flisja. Se flisja. Se unë jam mësuar gjithë kohës që më shajnë, dhe nuk kisha mësuar kështu që të më bani në një kompliment. E po ka gjithmonë një herë të parë. Ja, për te i shakave, kam ditë për ditë që më shajnë e më malkojnë, ma dje i gjeshte e para e cila sa mbaron. E shaj, se kështu në nga firi bëj magji, nuk. Po, si jam... Sa vi dajnë nga firi? Nuk lodhemi. 1, 2, 3, 4, 5 nga firi. Do me thënë je shumë keq, Marsil. Ku më këndoni? Ka disa vënd. Je i rrethuar nga magjia, gjithandej nuk del dot. Si fillim i ri, mendon që përshtatja, por dhe vizioni i jot i pari, mund të çojë projekte të bukura së bashku me farmacistin? Mund të them që si çdo fillim i ri ka ato sfidat e veta, por gjithashtu mund të them që më është bërë më i lehtë si sfidë prej pjesës së stafit. Jam djerë e mirë pritur, dhe gjithashtu e shoh si një farmaci që është gjithnjë në zhvillime sipër dhe me projekte të reja. Dhe nëse ka diçka që mua më pëlqen, janë zhvillimet e reja, edhe të kem çdo ditë diçka të re për të ecur përpara. Gjithashtu dhe Gjoj ka qenë që nga fillimi i praktikës së vetë me ne, dhe unë dua një përgjigje të sinqertë, dua të flasësh pak pa filtra. Si është... Mendoj se e bëja të gjë për herë me ty. Si është ti jesh një farmaciste e sapo diplomuar dhe e dalë rishtazi në tregun farmaceutik? Atëherë mendoj se çdo farmacist i ri që e ka për herë të parë në banak, haset po me gjëra pozitive, po me gjëra negative. Kryesisht në fillimet e secilit janë më tepër anët negative. Cilët janë ato? Shko, për ta bërë pak më bashkëbisedim këtë gjë. Cilët janë anët më negative që një student has sapo del në tregun farmaceutik? E para njëherë është pjesa e gjetjes së një vendi ku ti do pranohesh që në fillim do me thënë pa pasur pjesën e eksperiencës në banak. Se mendoj se gjithsesi dalja në banak si farmaciste e re në krahasim me praktikën ka goxha diferencë. Sfida tjetër është pranimi nga pacientët që vijnë. Është një diçka krejt normale, do me thënë që të gjithë të kenë mosbesimin e tyre të dikush i ri që vjen, jo vetëm pjesën e fytyrës së re, po edhe pjesa e moshës, siç dihet që të gjithë janë, do me thënë, e idenë që dikush që vjen i ri nuk ka aq informacion sa të vjetrit. Mirë, shiko, kjo është edhe diçka tjetër që gjithsecili nga ne, me çfarëdo lloj eksperiencë që ti jetë, në momentin që futet në një farmaci të re, do t'i duhet një kohë
në caktuar përshtatje, qoftë me mënyrën e të punuarit, po qoftë edhe me pacientët, sepse fatmirësisht, dhe në këtë gjë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë me të gjithë stafin, është që pacientët lidhen drejt për drejt me farmacistin dhe kjo është një gjë tepër e rëndësishme. Jam më së dakord. Dhe për të gjithave, suksesi, fjala sukses, nuk është thjesht vetëm se sa kemi punuar, apo se sa farmaci janë hapur, apo se sa njerëz ne jemi këtu. Suksesi është që pacienti vlerëson maksimalisht prezencën e farmacistit kur është në farmaci. Dhe kjo më bën realisht të ndjem krenar për gjithë cilin nga ju. Tani dua të marrë një mendim tjetër nga një studente, e cila jo më kot e kemi thirrur, sepse më kujton dhe veten kur kam qenë student që vija pas banakut apo vija dhe shikoja ato gjërat e vogla për të mësuar. E njëjta është edhe historia e Milës. Mila, përshëndetje. Përshëndetje. Unë dua të di më shumë nga ju si konceptoni, sepse aktualisht je ende në universitet. Si koncepton daljen tënde në tregun real të punës? Atëherë, duke qenë se unë kam pak kohë që kam filluar praktikën, mendoj që ndoshta është pak më e lehtë nga pjesa tjetër që merren me teorinë, sepse praktika të mëson disa gjëra që ne aty nuk është se i diskutojmë. Edhe mendoj që do kem pak të lehtë, por që nuk ka qenë aq e lehtë kur fillova, sepse kam filluar në një moment që nuk kam ditë pothuajse asnjë gjë, sepse ne fillojmë në vitin e tretë që marrim diçka në lidhje me barnat, edhe ka shumë pak e vështirë. Por je me hapa të rëndësishme të mendoj që kam filluar shpejt që të dalë shumë mirë kur të dalë. Shumë mirë dhe unë inkurajoj gjithë të rinj të cilët duan të përparojnë dhe duan të mësojnë të jenë të gjithë të investuar dhe të praktika profesionale, sepse aty përballesh realisht me profesionin. Universitetin e na formon, le të themi formon skeletin, por mbushjen e bën praktika profesionale dhe praktika në përditshmëri. Sa më shumë të mësojmë, sa më shumë të informohemi, sa më shumë të lexojmë, pa diskutim që kjo është një sukses i të ardhmes në profesion si farmacist. Dhe këtë hap duhet të kenë gjithë. Paula, sa sfiduese është profesioni farmacistit për një vajzë e cila për te profesionit ka dhe detyrën më të rëndësishme që është nëna? Kjo është një sfidë shumë e bukur. Jam, domethënë, përveç pjesës farmacisë që unë kam punuar shumë orare të zgjatura, gati 2 vitet e fundit jam fokusuar te familja dhe te djali i vogël. Kjo ka bërë që unë të shkëputem pak nga pjesa e banakut dhe e shërbimit, por mund të them që dhe më ka munguar. Më ka munguar këto kohë. Kam gjetur kohën të kthehem, po unë mendoj se një nën i bën të gjitha. Fakti që je nën, je gjithmonë e palodhur, je energjike, edhe kam gjetur kohën të kujdesem dhe për djalin dhe për familjen dhe për punët. Mendon se merr kuptim më të bukur në momentin që një farmaciste bëhet edhe nën për profesionin? Patjetër. Patjetër, sikur bësh dhe më ndjeshme. Bësh dhe më ndjeshme edhe kur dëgjon pacientët, kur dëgjon ndonjë rast të vështirë të tyre, realisht edhe nuk jo del dot përballë kur dëgjon gjithë sfidat që ato kalojnë. Ne dëgjojmë dhe pacientë që kanë diagnoza të ndryshme dhe realisht kur jam përballë tyre, jam më emocionuar. Më ka bërë më të ndjeshme. Dhe në kyna ndërprehu ne, po jo më kohë të erdhi se nga data 1 dhe në datën 5 ne duam jashtëzakonisht shumë këtë. Është ai që na jep gëzim, pa diskutim për te shakave, të gjithë ne farmacistët, në përgjithësi nga matematika nuk është se kemi qenë mirë. Luftë e përhershme ka qenë... Shko mund të thuar që vetë, du më thënë. Po nga vetja ime do të një, sepse kam pasur një luftë të përhershme me ekonomistin.
Gjithmonë thoshte mos, unë bej. Ai thoshte mos, unë bej. Derisa kuptova se matematika ishte shumë e rëndësishme në menaxhim. Dhe për këtë ka pasur një rol shumë të veçantë edhe Klevi. Klevi është pjesë e stafit të farmacisidit, me një peshë të konsiderueshme dhe ai në vazhdimsinë e projekteve të farmacisidit. Klevi, edhe ti je që nga fillimi i farmacisidit. Si e konsideron rrugtimin e deri tanish? Domethënë, në fillim nisi si një ide që do hapim një farmaci dhe do mbështeteshim vetëm te një farmaci, por më pas duke vazhduar rrugëtimin, duke ecur të gjithë përpara bashkarisht, jemi munduar që të punojmë të gjithë për për të njëjtën arsye dhe avash kemi krijuar një standard, një emër. Sigurisht, farmacistët janë roli janë baza e farmacisë, sado që mund të ketë një ekonomist të mirë, apo sado mund të ketë dikë tjetër, pra farmacisti është baza e farmacisë. Për mua është shumë e lehtë që të punoj me farmacistë, për shkak të backgroundit të tyre, domethënë kam bërë 5 vjet shkollë, e kupton, dhe kur vjen ti nuk i shpjegon dot rregullin e treshit, sepse rregulli i treshit fillon të tjerët, kurse farmacisti ka një bazë të krijuar, ka dije të formuara të cilët ti shumë thjesht mund të shpjegosh dhe mund të punosh dhe ata mund të mësohen me idet e ekonomistit, të menaxherit, të shefes dhe mund të përshtaten me çdo lloj situate. Dua të mbroj pak rolin e farmacistit në fakt. Nuk është se po i kthej në nder në një gjë, thjesht duhet nuk është nesër, domethënë do t'i merr një rogat, nuk është se do t'i vonoj edhe po bëj qokën. Dua të them që realisht farmacisti është i përballur me shumë çka në farmaci, domethënë nuk është roli vetëm roli farmacistit, është dhe roli informuesit, është dhe roli ekonomistit, është dhe roli i ngritjes së mallit, të inventarizimit, të sistemimit, të çdo lloj gjë që ka lidhje me farmacinë. Dhe për këtë arsye unë edhe për mirëkuptimin që farmacistët kanë pasur në gjithë punën që kanë, të vështirë dhe ngarkesën që kanë, unë realisht dua një dotrokitje nga vetë farmacistët për farmacistët. Dhe jo vetëm për farmacistët e farmacisidit, edhe për gjithë farmacistët që janë në gjithë Shqipërinë, të cilët bëjnë një punë heroike, një punë e cila të përballë me shumë nerva, të përballë me shumë persona, të përballë me shumë individ, që mund të jenë dhe problematik, por ata kanë kurajo të përballen me çdo lloj situate. Unë falenderoj për këtë përshtypje për farmacistët dhe janë fjalë të cilat në përditshmëri farmacistët hasen dhe përjetojnë. Dhe ndoshta ne nga puna apo nga vrulli i përditshëm harrojmë se përtej banakut jemi dhe shumë çka. Pra, bëjmë edhe punën tënde, si ekonomist, pa diskutim, se na le të hedhin fatura. Shiko, unë tani... Por që... E vërtet është kjo, apo jo? Ti s'ke filluar akoma, dhe? Ke filluar? Por mendoj që... Mendoj që realisht pozicioni farmacistit meriton më shumë se që trajtohet aktualisht. Dhe kjo është e padiskutueshme. Tani unë me praninë e Klevit e shkriva pa kalkullin, sepse nuk duaj që të jemi vetëm serios. Në përditshmërinë tonë nuk jemi aq serios dhe jeni të hapur të gjithë të bëni pyetje, të na bini dhe mua dhe Paulës dhe njëri tjetrit dhe të jeni ashtu siç jeni në përditshmëri, gallat. Kështu që nuk e di kush do ta marri i pari ose e para hapin e pyetjeve, por që jam në pritje të ngacmimit njëri tjetrit tani. Që lidh një farmacist me peshngritës? Se dim që ke qenë peshngritës, përveç pjesës që kanë të dyja të bëjnë me ngritje peshash, se ngre kartonat, të ngre të gjitha raftet, vim në farmaci në orën 12 natës, Marsildi ka bërë një 4 orë aty, i me raftet i ngre në pesh, andej këti çmudesh mua që mora një ish peshngritës. Dëgjoj tani, unë do ta them se kam thënë njëherë përpara, po do ta them këtë gjë.
Me qenë se e thamë që do t'i bie njëri tjetri, le t'i bie. Në momentet që fillova peshngritjen dhe vazhdova që t'isha në stadet mira, le të themi, fillova të kapja kategoritë një pas një, dhe një ditë më federojnë dhe më kalonin një pagesë mujore. Pagesa ime e parë në peshngritje ka qenë 7.000 lekë vjetra. Mirë po, gjatë ditës ne ngrinim të paktën 15, 17 apo dhe 20 tonë në ditë si pesha. Dhe një ditë më pyet babaj. Më thotë mua, po mirë, thotë, sa stërvitje e bëndi? Më bëj 3 orë stërvitje. Po sa kile ngre gjatë ditës? E themu, po 15, 17 tonë. Edhe 17 tonë, thotë, dhe merë 7.000 lekë të vjetra. Pa me ta shumë se sa është fillimi dhe më thotë babaj që mund të vije të shkarkoje një kamion me miell apo me produkte dhe do merrje 100.000 lekë në ditë, kështu është kjo punë e peshngritit dhe farmacistit më vonë pastaj. Në momentin që e pash që peshngritja më formoi jashtëzakonisht shumë, më krijoi një stabilitet dhe gjithçka çfarë u ndoja prej peshngritjes, pash që fokusimi kryesor pastaj ishte farmacia dhe u fokusova totalisht aty. Por nuk e kam lënë këtë gjë, me ndjek në kushtet e tjera sportin tashmë, si edukator për sport të pastër, me një diplomë internacionale, gjithashtu dhe oficer kontrolli dopingu, gjithashtu dhe kjo internacionale. Me 2 diploma trajneri, një kombëtare dhe një ndërkombëtare, që mendoj janë një background i formuar për mua jo vetëm në aspektin e farmacistit, por dhe atë sportiv. A ka ndonjë pyetje nga pacientët që sa e dëgjon mendon që do zgjasë 20 minuta, për shembull, si arrim? Në përgjithësi unë i mbaja pacientët shumë nga në banak për të sqaruar dhe ka qenë një nga dëshirat e mia. Shpeshherë bëja dhe radhën 3-4 veta apo 5 veta, thjesht vetëm doja që atë informacion që ta jepja ashtu siç duhej dhe pacienti i tij të i informuar. Po ja një kërkesë lezetshme, kërkoni vetëm pushime. Ja. Gjithë vetëm pushime duan. Çfarë është një tipar i farmacistëve që ti vëre gjatë intervistimit që thua direkt ky bën për farmacistin dhe ky nuk bën për farmacistin? Shiko, unë kam qikundën e madhe, në fakt edhe kam një nuhatje për farmacistët. Në përgjithësi kam direkt nga energjia. Nëse një farmacist drejt për drejt më krijon atë imazhin e farmacistit apo dhe formimit, pastaj që është shumë thelbësore, është kryesore, po mbi të gjitha për mua farmacisti do të jetë njeri. Dhe kjo është një nga tiparet kryesore. Mund të jesh shumë i formuar profesionalisht, mund të jesh një nga më të mirët e tregut farmaceutik, po për mua, nëse nuk je njeri, nuk mund të jesh dot në këtë rol që ne kemi. Kam të trashëguar këtë nga Andi dhe nga Paula. Në fillim janë zgjedhur njerëzit e pastaj janë zgjedhur profesionistët. Dhe ky rrugtim ka bërë që të mësoj të marr atë energjinë kryesore nga këta dhe pastaj të transmetoj edhe këtë tek farmacistët. A të ka gënjur kjo energjia ndonjëherë? Ka gënjur. Disa herë po. Ka gënjur sepse shpeshherë ti mundohesh që t'i japësh gjitha hapësirat e mundshme çdo personi për të treguar veten, por ndodh shumë rrallë dhe rrallëherë të kesh edhe zhgënjime, të cilat janë me një peshë shumë të madhe se sa ato momentet e bukura gjatë ditës që ne kalojmë së bashku. Duke parë situatën aktuale në vend dhe në tregun farmaceutik, a mendon se ka ardhur momenti që të bashkëpunojmë dhe me instanca përkatëse, ndoshta si urdhri farmacistëve, për të pas mundësi që t'i ofrojmë pacientëve dhe mjekime alternative në rast se bëhen mungesa tregu? Ne kemi një rol shumë të veçantë në kujdesin shëndetësor. Shpeshherë ne jemi dhe të privuar në kjo gjë.
sepse në momentin që mjeku ka shkruar një princip kimik të caktuar, ne nuk kemi të drejtë për ta ndruar atë lloj principi. Por, duke parë historikun e farmacistit në botë tashmë, i cili mos gaboj Anglia, por dhe disa shtete europiane të tjera, po bëjnë të mundur që farmacisti të marri përsipër dhe të orientoj dhe me medikamente apo përshkrim të një recete. Ndoshta në të ardhmen ne do jemi një përshkrues, sipas mendimit tim gjithmonë kjo, dhe një orientues i mirëfillt për kurimin e sëmundjeve të ndryshme, sepse realisht farmacisti haset me të gjitha sëmundjet e mundshme, sidomos në Shqipëri. Haset me të gjitha sëmundjet e mundshme. Dhe ne kemi një background shumë të fortë. Nëse ti si farmacist të vendos përballë me një farmacist evropian, jam 100% i bindur që ne jemi shumë herë më të informuar. Si për sëmundje, si për kurimin, si për principe kimike e të tjerë. Mendoj që bashkëpunimet, tashmë kjo era e ndryshimeve ka filluar në mjekësi, nisur edhe nga teknologjia që është bërë pjesë e jona, por nisur edhe nga nismat që edhe vetë urdhri i farmacistit do i ka marrë. Kështu që mendoj në një të ardhme të caktuar ne mund të kemi një shërbim ekstra. Pavarësisht se Shqipëria është një vend i cili për të folur realitetin, ndryshimet i ka shumë të gjata në kohë. Cila ka qenë ajo situatë që e ke ndjerë veten vërtet në siklet përballë një pacienti? Në fakt janë disa. Siç e tha me Paul në fillim, ne së bashku kemi punuar në një fluks shumë të madh njerëzish të cilët vinin të panikosur. Dhe vinin të panikosur për shkak të situatës Covidit që u bë në atë periudhë, të alarmuar, njerëz të cilët kishin familjar të smur, ndoshta kishte nga ata të cilët kishin mungesë të anës financiare dhe duhet të bënin ballë shumë gjëra në atë periudhë. Ka qenë një plak e cila është akoma edhe kësaj dite me një mbështetje tashmë nga të afërmit e vet, dhe ajo vinte për ditë të farmacia sepse thjesht gjente mbështetje tek ne. Si fillim vinte për të matur tensionin ose për të konsultuar për gjëra se çfarë ndodh, po nëse të kap Covidi, cilat janë shenjat e tjera me radhë, por u bë aq pjesë e dashur e farmacisë sa në një moment ishte realisht e smur. Dhe më kujtohet si tani me zor po ngjiste shkallët e farmacisë. Kam zbritur poshtë, e kemi marrë brenda farmacisë dhe kemi lajmëruar personin të cilin na tha. Dhe ajo ka qenë dhe është për mua një person i cili e ndjej shumë të afërt si rast. Sepse një nga gjërat e mia ka qenë që kam dashur dhe gjyshet shumë dhe më kujtonte drejt për drejt ato. Pastaj ka pasur edhe raste të tjera, ka pasur në momentin që kanë mësuar për sëmundje të caktuara në farmacitë ku ne kemi shërbyer dhe ti duhet të ishe psikolog në atë moment apo thjesht të jepi një kurajë të caktuar që ti thoje për t'i dhënë forcë. Dhe kjo është një nga ato çështje që askush nuk e shikon. Ti preke shumë në këto gjëra. Dhe asnjë nuk e mendon në atë moment, por e shikon më vonë që edhe kur veten në shtëpi kur shtrihesh, vendos kokën jashtë, mendon si ishte ai rasti. Këto janë gjëra të cilat farmacistët i prekin në përditshmëri. Por dhe një nën, ne jemi të gjithë këtu dhe ne që punojmë. Punojmë me gjitha grup moshat. Edhe besoj se të gjithë jeni të prekur dhe të gjithë jeni aty në momentin kur një nënë e re apo një person i cili nuk ka mundësi apo vuan në sëmundje të caktuar tek fëmia, çfarë situate është?
duhet t'i jep një zgjidhje, e ka të bllokuar, e ka me 40, e ka me infekcion. Pra, ne jemi atje gjithkohës psikolog edhe për të sistemuar anën emocionale. Cili është një mit që ti e dëgjon më së shumti në lidhje me farmacinë ose farmacistin dhe që nuk do doje të ekzistonte? Mite, tani në ditët e sotme janë bërë shumë mite, se ka dalë lloj njeriu në rrjetet sociale apo edhe në ndoshta për fat keq edhe pas banaku ndonjëherë, që flet atë çfarë interesi i përgjigjet. Po kjo nuk është në të mirë tonin të parë si profesionist, sepse në momentin që ti orienton drejt në bazë të dhënave shkencore apo edhe në bazë të asaj se çfarë ti ke lexuar, hasesh me pacientin i cili ka marrë një informacion, i është ngulitur në tru, në mendje që kjo është kështu dhe ti duhet të luftosh 2 fish apo 3 fish për t'i shpjeguar se kjo nuk është sipas bazës që ti ke marrë, por ekziston kështu në këtë lloj forme. Fatkeqësisht këta janë disa. Edhe mendoj që është rrezikshmëri për profesionin tonë. Në fakt unë doja të ndërhyja këtu, sepse një mit që na ka ndjekur gjithmonë është pjesa kur thuhet farmacisti është shitës. Një farmacist është mjek, është kimist dhe është dhe farmacist. Sepse dëgjojmë kudo gjithandej ai shitsi. Dua të shitsen tjetër. Jo, nuk funksionon kështu. Shiko Paula, për te aspektit monetar që ne e kemi të përditshëm sepse është mënyrë punimi, askush nga ju dhe askush nga ne zbesoj që kishte dëshirë që të merreshe me marrje dhe kthim lekësh në banak. Gjithsecili nga ne do donte që të jepte shërbimin, të jepte medikamentin dhe dikush tjetër të merreshe me anën e arkës, apo jo. Por jetojmë në këtë realitet që edhe në botë po të shkosh, është e njëjta situatë. Por ndoshta kemi lejuar dhe vetë në këtë gjë që të cilësohemi si të tillë, por e kam pyetje për gjithë secilin, pse dikush kur del jashtë respekton radhën, edhe i thot faleminderit farmacistit në fund. Pra çështje, mendoj që është çështje kombëtare jo në kjo gjë. Dhe duhet për te atyre që ndoshta e bëjnë këtë punë se duan ta bëjnë për shkak të anës monetare, nga ana tjetër çdo farmacist mbetet farmacist dhe kjo nuk ka të voglin dyshim për mua. Në fund të fundit, çfarë do të duhet ti që njerëzit të mbanin mend për Marsilin? Unë kam nisur një rrugtim në aspektin farmaceutik dhe kudo që kam shërbyer me zemër. Asnjë nuk kam shërbyer për një punë që ta bëj se duhet bërë. Kudo, edhe te farmacitë tona, unë kam shërbyer te 4 farmacitë tona. Jam nisur me mendimin për të bërë mirë. Gjithmonë. Për të cilësuar që shëndeti i pacientëve është më thelbësor se gjithçka tjetër. Dhe mendoj që kur ti i shërben dikujt, i jep një zgjidhje dhe nuk vendos anën tjetër para shëndetit të tij, këtu mbash mend nga të gjithë. Dhe këtë gjë e vlerësoj nga të gjithë pacientët të cilët dashje pa dashje dhe kur hasemi në rrugë të përshëndesin, të vlerësojnë dhe ky është vlerësimi më i madh që merr si profesionist. Kështu që nuk ka dyshim kjo gjë. Unë do të ngacmoj pak ty tani, se nuk të lej do të pa ngacmuar, se ashtu si edhe pjesa tjetër dhe ti nga fillimi i farmacisidit. Ti ke punuar te të dyja farmacitë tek Odre Diellit, ashtu dhe tek Komuna e Parisit. Cila është thelbi kryesor i shërbimit ndaj pacientit? Çfarë duan pacientët e këtyre zonave? Shiko, unë jam shumë e fat që kam punuar në të dyja zonat, e pa diskutim kam njerëz të mrekullueshëm. Mendoj që pacientët sot kërkojnë shërbimin, mirë kuptim nga ana jonë, sepse shumë vetë kur vinë tek ne vinë të stresuar, vinë me shumë pyetje, ka një dyzim nga çfarë dhe shikojnë në rrjetet sociale, çfarë shikojnë në realitet në farmacitë tona.
shumë njerëz sot lëvizin në të gjithë vendin, pra nuk kam ajo farmacia tradicionale dhe duan realitetin, vinë për një pyetje dhe një përgjigje shumë të sinqertë. Unë do t'ju pyes gjithë secili nga ju. Çfarë është realiteti për një farmacist? Çfarë do të themi ne me realitet? Mendoj që farmacisti nuk duhet të jetë një shitës. Farmacisti duhet t'i thojë vërtet pacientit çfarë ka nevojë, cila është situata reale dhe çfarë medikamenti apo suplementi ndihmon atë realisht. Mendoj që njerëzit sot kanë nevojë për mbi gjitha për sinqeritet dhe pak njerëzillik. Me thënë të paktën unë dhe gocat koleget që kanë punuar si këtu tek CD2, si tek Komuna e Parisit, përpiqemi që mbi gjitha të jemi afër me pacientët, edhe nga ana psikologjike, edhe qoftë me një shaka, me diçka që ata të ndjehen të mirëpritur nga ne dhe patjetër të gjejmë zgjidhje. Ishte më shumë një diskutim ku gjithsecili nuk u tregua aq i sinqert sa duheshe të tregoheshe. Do thoni pse? Sepse në përditshmëri nuk janë aq serioz sa duket. Të gjithë qeshin, të gjithë kur është mundësia për të bërë shaka me njëri tjetrin nuk ndalojnë. Mua më ngacmoj njerëzakonisht shumë, po dhe unë ngacmoj nuk le të bëjmë pas. Kështu që e mbyllim këtë episod dhe e them me bindje që është e pakt dashuria, po është edhe e pakt mirësia që të gjithë këta kolegë japin për pacientët. Është shumë e rëndësishme për mua që punoj në përditshmëri me ta dhe mbi të gjitha kemi një gjë shumë reale me njëri tjetrin. Të paktën personalisht me Abin, me Anisën, me Engjin, me Jurin, me Olesjan, me Paulën, Erin, Milën, Gjojin, edhe me ty qere, nuk të përjashtoj, por dhe me të gjitha të cilët nuk mund të ishin ditët e sotme. Ne do jemi sërish bashkë në episodet e ardhshme në sezonin e dytë. Ky episodi ditës sotme mbyllet këtu me fundin e sezonit të parë. Mirënjohje për të gjithë ju që keni mbështetur deri tani këtë program. Kemi arritur në nivele shikueshmërie të jashtëzakonshme dhe kjo është sërish fal jush, fal të ftuarve të cilët kanë qenë pjesë e të gjitha episodeve të njëpasnjëshme, të gjithë atyre të cilët kanë folur për realitetin e tyre, për vazhdimsinë, për profesionin, për atë çfarë pa receta ka dashur të përcjelli. Dhe më vjen mirë që keni parë dhe anën tjetër të farmacistit, jo vetëm anën profesionale. Unë do doja shumë që ta zgjasja këtë episod me sa më shumë minuta dhe orë të ishte e mundur, sepse ashtu siç i njoh në përditshmëri, gjithë secili ka shumë për të treguar. Por mendoj që ky episod ishte një mbyllje bukur, duke folur edhe seriozisht, por duke bërë dhe disa shaka të cilat ne i kemi të përjetuara në përditshmëri. Faleminderit edhe një herë dhe miru takofshim në sezonin e dytë.